Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Konstantine edhe kjo është Kristina motra ime. Jemi prapë bashkë në këtë video për të bërë Never Have I Ever Challenge, ose kam bërë shkurt, dhe le të vazhdojmë në video. Do të thosh një gjë? Jo, prit. Bëni subscribe po jeni të rinj. Like edhe comment. Edhe po të doni shtypni edhe atë kambanën e njoftimeve, po të njoftimeve. Jam angleze. Jam angleze ti. Tani me këto thojnë. Janë të mija. Duat janë po mundësore më bëre vaj. A ke thyrë dhe një kock? Të nden ose të një njeriu tjetër? Mua më kanë thyrë, nuk I kam thyrë do njeri. Ti të nëzirë tonë. Po, që më kanë thyrë kock. Se pyetja është, a të shtyrë kock në trupin tënd, apo A ke thyrë? Po, a ke thyrë? A ke thyrë? Jo, nuk jam me urtë shkreta. Okej. Po ti Konstantina, po të me kujt ke thyrë? Jana I thoj që? Kockën e motrës këtu, sepse kur isha, sa e ta këmë thyrë? Vetëm njerë? Jo, më të njerë pra poje me mua. Okej, nuk kanë me të thënë ka në kamera, se ata duhet të mendojnë që jam e mirë. Jo, tani e bërë mirë. Kur ishe Po mirë, më donte e kështu thellë. Shiko si ishte historia, sa po kishte lindur, do kishte një, sa ditë. Nuk ishe nga 5 vite? Jo, nuk ishe 5 vjeç, ishe më mirë. Po prit se nuk kam paruar këtë histori. Ua, se kam mundësi. Tani, e mora dhe vrapoja në tërë shtëpinë dhe më rana duart. Rash edhe unë dhe pastaj kishte... Rabë mua, ma. Rash... Ka rëndësi. Dhe pastaj kishte këmbën allçi për, sa ditë. Ku d'ju në shkreta nuk e t'ja do. Po që e kam bërë edhe këtë, vazhdojmë. Mirë, mos në ditë gjitha, kur t'apë që në linkin në YouTube. Ha, vazhdojmë. A ke quar me pistolet. Akoma po e kam në plan. Është në ato plane të dullis. Okej, unë kam qelluar me pistoleta uji, kur isha e vogël vërtet, edhe kam bërë shumë qef. Apo e nuk thot pistolet e vërtet, pistolet uji. Po mirë, pastaj. Hajde, vazhdojmë. Ti s'ke qelluar me pistolet uji? Jo, shkreta, unë me Barbie të vaja. Okej, vazhdojmë. A ke prishur dhe njerë pushimet e dikurit? Si jo? Si jo, muj? Mua në djetor. Nuk më të qove të noizi që kishtë arë për kisha ditëlindje? Okej. Edhe atë mua beti me burgerit. Si ishte mua beti burgerit? Nuk më le ta bleja, se... Ha, Ha, pse? leta më se... Sepse ishte pa shëndetshme. Po. Pra, po e. Pra, na bëkshu dietrofi. Bëj, si që... Dietë. Tani ti pushimet e kujt ke prishur e dashur? Tua, këtu vjen në Saran. A, po e dej. Unë se kisha menduar kështu, po... Unë jam e drejtë, nuk njej. Okej, vazhdojmë dhe pyetja tjetër. Atë ka mësuesja duke kopjuar. Vut! Po na shikon të një mësuese tani, edhe pse nuk e kap, unë do vazhdoj. Promise! I won't give up. Edhe mua më kanë kap duke kopjuar. Kopjuar më të Konstantina? Më kanë kap dikur duke kopjuar. Vazhdojmë të pyetja tjetër. E unë akoma do kopjuar. Po. A ke pasur një eksperiencë paranormale, do të paranormale në kuptimin që me fantazma, kështu? Po mua më duket sikur ka mama, nuk lëvizet në shtëpi kur është edhe si. Mira, e shprik, po nuk e pari gjë, nuk e. Vazhdoj. A ke ngel në ashensor? Jo. Kam ngel në fillim kur vajta në Athinë, na që jetoja në katin e fundit dhe duhet të hapja me çelës ashensori. Nuk hapja dot, kishte ngecur Chelsea edhe ndonjë atje për një orë duke qarë edhe po djersia sepse ishte edhe verë. Një eksperiencë shumë e bukur. Si ndjeve?
Shumë keq. Ke qarë ndonjë vend publik? Unë qaj vetëm në vende publike. Mi po. E kam për pasion. Në shtëpi nuk qaj vetëm jashtë. Në sa dal jashtë, dua të qaj. Unë dalë për ecë, më dalë në letë asit dhe një. A ke vepruar, a ke vrapuar për të shpëtuar jetën tënde kur ishe në një situatë e rrezikshme? Jo, vaj. Asë ma nuk më ka ndodhur. Një adrenalin kështu bëmë. Po, në fakt, nuk mendoja se do të vdisja, po ishte një person, Sheki. nuk e një këmbësor në vonë natën që më ndiqte dhe ndalonte. Nuk vrapova, thjesht ecja pak më shpejt, derisa nuk e pa. A ke bërë dhe një gjeni tatu? Jo. Ke bërë? Nuk quhet tatu. Po mirë, tatu. Hene. Po mirë. Apo jo? Nuk quhet, nuk kam tatu. Po kam bërë hene, që qëndron pak 2-3 javë. Po do bëj. A ke marrë kështu spit, domethënë të i kalosh shpejtësinë? S'ke marrë patentën akoma? Nuk kam marrë dhe një makinë në dorë. Ke ndërmend, domethënë kur të marrësh patentën ta bësh të gjë? Jo, dhe sugjereve të tjerët mos të vrapojnë. Jo mos të vrapojnë, mos të rrisin shpejtësi në makinë. Po ti nuk ngrirë po jo, qa po bën? Jo, po kur të marrë patentën? Ok, vazhdojmë të tjetra. A ke, domethënë të ke lënë me ndonjë shoqe dalshe pastaj në kike kthyer mesazh? Fare. Po, ghostit, jo, ghostit. Fare. Fare. Jo, nuk e kam bërë. Po, më ka ndodhur që të kem thënë që do të dalë, mos të kem dalë edhe të kem sqaruar më pas arsyen. Ndërsa ti po, në duhe pak histori me fjalë pak. Çfarë ndodhi? Pse e bëre? Më kërkoj një lidhja për kafe, i thash po, kur e lidhje kafe si bëra po kudo. Një njeri normal si motra ime. Ti jeni edhe ju kështu, si dashkaj me moter. A ke bërë sigurisë mund që ti kësh nga puna ose nga shkolla? Do thënë nga shkolla. Po. Edhe unë po. Pse? Çfarë ndodhi? Më duke i boring mësimi, lëndët e mbetura. E mirja mamin, alo, mamaj. Lejnës dëshkë dhe një mësuse. Jo. Ndërsa unë e kam bërë, për arsye se isha mërzitur, nuk doja më të vazhdoja mësimin, nuk duroja dot më, edhe gënjeva, thash që më dhëm barku shumë, nuk duroj dot, edhe të lutem të marr lejë nga mami të vete në shtëpi, edhe ikëm në shtëpi. Vazhdojmë. A të ka ndodhur ndonjëherë që mos të lënë të futesh në klub ose në disko? Se s'ka vënde apo për ndonjë arsye tjetër? Nuk thot, a të ka ndodhur? Po, nuk kam ndodhur. Në Athinë, shumë herë, më thonë që nuk ka vënd, edhe ka qiki. Po ti? Jo, s'ka shans. Ua, s'ka shans. Vazhdo. Po, a të kanë hedh rojet në klubin, në të bërë ta, po ku t'djune të kanë nëzirë jashtë? Jo, shumë serios. Motra më ka hedh, por në jetë jo. Unë dhe kam hedh? Po kështu që sa do i kim, po vazhdojë të bësh të atë në mërtu e shajmë. Po. Po, nga në rojet në motra, kështu që nuk quhet. Pse e tho pastaj? Pse për mund? Jo, thash. Jo, pse për mund që në motra? Po kot. Vazhdoj. Një pritë se vën shumë porta. Nuk ka problem. Vazhdo. A ke pullë dhe një të famshëm? Jo. Jo, më kam pullë në faqe dhe një kështu. Në faqe edhe unë. Ka. Mazonajk. Jo, mazonajk, no. Caliki. Po jo. Jo, në ato gjëra se bëri martuar. Vazhdo dhe pite. A ke kështu, je fute gjitonet? A ke kështu? A je fute gjitonet pa leje, na mund gjitonet? Qa ku i gjenë të pyetje? Po, kur mirë ku mbuati na... Jo.
Mirja fish na ke këtë është. E mire dhe unë, pranoj. Qa do më bësh? Pranoj. Ta se mirë më e gjithoni. Jo, vazhdo më bësh. Nuk pa YouTuber ishte ti. Po. Më A shpejt. ke prish dhe një këshu? Këshu, a Po, ke mos ashtu më kështu? shto, ua! A ke kështu ashtu, kështu dhe një kështu? A ke kështu? A ke prish dhe një ropë të dikujt, jo tënde në ma dhe një shoqe e... No, I'm so proud of it. Kjo ka prish të mija, pa tur. Hi, Pa dashje. pa dashi. Po pse Jo, kjo shumë e sitë. Kjo është ide shprenuar fare. A ke bërë qyqin në tualet? Ha? A ke bërë qyqin në tualet? Ku ta bëj? Në tualet, jo në lati ku lahesh. A, po. S'kam tur. Jo. Pse bën kohë tani? Më jep para se Po të mos lahesh. gënje. Më jo, Moj, më jo. vërtet? Jo, për në Okej, vazhdojmë tjetër. Nuk jam si ti unë. Atë kanë rëmbyrë do njëherë. Po të më kishin rëmbyrë dhe isha këtu. Po mirë, se e ikën pastaj. Do na bësh një pyetje të Prokopis apo ta mbyll video? Këto ka Google. A i ke dhënë dikujt emrin tënd pa o cama. Uj, unë në monastirat njerë, se që më thoshte njerë më jep numrin, më thua emrin, i dhash emrin, jo timin, edhe i dhash edhe një numër që s'qe imi, edhe ikën që të shpëtoja. A i se mund do një vend publik. Po, Po, e di kur? ha, Kur kisha ditë lindjen në 18 dhjetor, ta mbani po, edhe vajtëm të Selvet Hospital, edhe hëngra atë bueno, king, bueno, e më zurën vesh shkat. bomba bueno që e dashur. Bueno. Kjo që e para dhe dita kur vajtëm pivëm Si shisha. të zurën dhe shkat? Nuk e di, pse më dhim një vesh shkat. Ha, dhe ku? Dhe dita që kur vajtëm piva shisha unë, isha nuk e di më rande koke, nuk e i pja vetëm se o thoshe dhe një gjë tjere. Kur hitëm në autobus, më dukesh njerëzit shumë. Dhe më zi e vajta në shtëpi. Okej, Nuk ta thosha do. Atë që qatë të di. edhe unë jam sëmur në vend publik. Në autobus. Nuk dua të them se çfarë, se është shumë e durshme. Ka o zot. Zoti ma qiqa. Po, e morët mirë me mund, doja pa tjetër të shkruaja në shtëpi. Në një pyetje tjetër? A ke përdorë forcën e dhënve të dikujt tjetër? Po, pa dashi. Po ku ishim tënde? Një ditë. Pa dashi, pastaj direkt e isha. Kur? Një ditë moj. Tani që erdhe? Jo, Më përpara. Më përpara. Se i përdojre? Pa dashi, nga trova ngjyrën, se isha në Po përgjumë. i kishe si? E unë nuk mos e gjë? Jo, nuk të dash, po ta them tani. Që bëre forcës pastaj? Asgjë lash atje të klaje ti më pas. Nuk e lave? Jo. E ka qikë në bënd të mjota? Hajde, vazhdo tjetër. Po. A ke vajtë skinny dipping të bësh plazh nudo dhe më të natë? Ose ditën, të duesh? Ja. Ja. Dhe bëje? Po, dhe bëj. Po nuk e kam bërë. Po të shkret të tjerit nudo, në ta shpit. Natën, se që s'ka njerëz. Po janë plazha ato që Ta mbyllim videon me kaq për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Na lini ide më poshtë, mos e bë këtë me fletët sa të mbarojnë të flas. Na lini ide më poshtë në komente dhe na thoni çfarë doni të shikoni tjetër nga ne, për sa kohë jam akoma këtu me këtë motrëndime këtu. Edhe deri në videon e ardhshme. Deri në videon e radhës, Miru pacim! pafshim.